Përshëndetje dashur miq. Ndodhem në Janin dhe pikërisht në vendin brenda kalas Janinës dhe në vendin kjo ndërtesa pas meje është burgu i famkeq i Hapsanës. Në këtë burg në vitin 1105 u arrestuan dhe u burgosën dhe u mbajtën këtu 4 vëllezërit dhe 4 ose më saktë 4 fëmijë e Kalema Bey Sakranit që ishin Sabri Sakrani, Hayreddin Sakrani, Bektar Sakrani dhe Sulot Sakrani, të cilët u akuzuan në kohë për veprimtari subversive ndaj perandorisë. Dhe për shkak sepse Bektar Sakrani bashkë me 2 kushurinë e vet në vitin 1105 goditën për vdekje në mes të qytetit të Beratit Bimbashi. Ju e dini, Bimbashi ka qenë shefi i xhandarmarisë ose drejtuesi i xhandarmarisë së kohës. Dhe nisur nga kjo, ata u arrestuan dhe u mbajtën të mbyllur këtu derisa i ati tyre Kalema Bey Sakrani bëri të pamundurën që t'i nxirrte ata të papajshëm dhe u liruan. Pas daljes nga lirimi nga ky burg famkeq, ata vazhduan veprimtarinë e tyre, që siç dihet u morën me hapjen e shkollave shqipe dhe pastaj me shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë. Dhe kjo është historia që më lidh familjen tonë me burgun famkeq të Hapsanës të Janinës. Kjo ishte një histori e cilën do ta ndaja me ju dhe padyshim që historia është këtu. Mjafton që ne ta gërmojmë pak atë dhe personazhet që kanë bërë historinë e Shqipërisë janë këtu mes nesh dhe kështu që duhet patjetër që ne të gjithë ta zbulojmë si histori, pastaj le ta gjykoj opinioni publik. Nga Janina, nga Hapsana në Janin, ju përshëndes.